sot nuk ka fare rëndësi për Kosovën, se çfarë vendos Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes me vendosje, sot ka shumë rëndësi se çfarë vendos Parlamenti i Lirë i Republikës së Lirë të Kosovës. Kohët e partive shtet kanë mbaruar dhe janë të harruara për shqiptarët. Për LDK-n, ky proces është vetëm një lojë politike. Dhe kjo lojë politike ka vetëm për synim vonesën për disa ditë dhe fillimin e krizave të mëdha shtetërore dhe natyrisht, siç dinë ata, nisjen e një fushate të papërgjeshme politike të akuzimit e lojës viktimës. Për këtë çështje LDK-ja s'çon kokën fare. Koha e axhamive politike ka marrë fund, nuk fitohen më betejë në Kosovë me politika të tilla primitive, kalkulime. Politikave të tilla duhet dhe do t'i dalim ballë, populizmit duhet t'i tiret ballë edhe t'i thuhet siç është, çmenduri e kohës pa ndonjë efekt në momentshëm nacional. LDK e konsideron se çdo ditë e humbur, lojra të tilla politike, çdo zvarritje qëllimshme për një orë, jo për një ditë, jo për 15 ditë, për çdo zvarritje të tillë e qëllimshme e institucioneve përbën vetë zgjatje të krizës. Dëm për bugjetin e Republikës dhe rrezik për stabilitetin institucional e demokratikë. Nuk mundesh në një anë të kërkosh ndihmë për popullin, e në anën tjetër me qëllim të llosh krizën që sjell fatin jo të mirë për të. Ose jemi popull, ose jemi krizën. Çdo vonesë në drejtim të krizës është në dëm të popullit. Prandaj këto reforma gjallë për njësa me mandatar të trashëguar në reformat e tanishme politike, duke kuptuar saktë e qartë vullnetin qytetar, votuesve të shkurtit, popullit të Kosovës, qytetarëve të tij, sovranëve të kësaj republike, duhet të jetë i sinqert me ditë. Më shumë dhe shumë më shumë se sa kryetari ishte. Dhe të konstatoj sa më parë as më mirë se nuk ka shumicë për kërkesë. Çdo përpjekje për të zvarritur këtë proces, për kalkulime të vogla elektorale, për data elektorale që në fund ditës bëjnë dhe diferencë, janë përpjekjet një pushteti që disi